Pas incidentit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, ku Josef Marku e goditi fizikisht artistin Gjesti, janë zbuluar informacione shqetësuese për të kaluarën e tij. Një ish partner e tij e ka denoncuar për dhunë gjatë bashkëjetesës në Zvicër, çka ka çuar në burgimin e tij nga viti 2020 deri në vitin 2023. Burimi pranë ish-partneres së tij ka theksuar se pas burgosjes, Jozi dhe ish-partnerja nuk kanë pasur më kontakt, ndërsa vendi ku ai krijoi dënimin ka qenë një nga kantonet frankofone të Zvicrës. Ekspertët zviceranë theksojnë se dënimet e rënda me afat të gjatë aplikohen në rastet me prova të forta të dhunës ndaj femrave. Me sa duket Jozi pas ka precedent penal edhe vite më përpara.